mos harroni, ton nari ka punu shejtani 100 vjet. Edhe ne për një ditë sa një ndryshim punët. Nga dal, po vetë s'mundet hoxha. Edhe pejgamberi s'ka pas mundësej vetë. Po ka pas nevojë për Ebu Bekrin, për Omerin, për Osmanin, për Aliun edhe për tjerët. Më thonë dërë shokët e cilët direkt për Allah lidhen. Për ata imami ka nevojë për 3 gjemate. E para shokët e imamit, e dita vëllezërit e imamit, e treta talebët e imamit. Vëllezërit e ndihmojnë imamin për të realizuar ato detira që i ka. Shokët nuk ndahen për imamit. Talebët e kërkojnë imamin si e kërkojnë bukën dhe ujin. Me këto 3 generata, 3 grupe njerëzish, ku ai fat që t'jemë edhe vllau imamit, edhe shoku imamit, edhe talebi imamit. Ne bëjmë një mur të lartë që s'kanë mundësaj të te i kalojnë armikët. E bëjmë të gjerë që s'kanë mundësaj të shpojnë. E bëjmë të fuqishëm që s'kanë mundësaj të rënojnë. E ki mur me çka bëhet? Me Kur'an, me sunnet edhe me fjalë të ulemave. E ku bëhet ki mur? Ndërmjet katundeve qytete? Jo. Bëhet në mendje, bëhet në zemër e bëhet në shpirt. Pra, ki xhamat kur do arsimohet fort me këto gjëra, më ne lidhet me xhamatin tjetër. Kjo xhami lidhet me xhamin tjetër. Këtë xhamiet lidhen për Bashkinë Islame. Bashkia Islame lidhet me Bashkinë e Kosovës. Ajo e Kosovës me Bosnës. Ajo e Bosnës me Shqipërinë, që kështu krijohet në komuniteti islam.